Po flasim për një sulm shumë të mirë të Francës me një mbrojtje ndër më të mirat për momentin sepse ka marrë vetëm një gol. Por, nëse merr i shef, të dyja kanë provoj. Mos harrojmë që trajneri De La Fuente, unë për veti, e quj ma me çdo respekt për Deschamps, por kjo ka pas grupin pe unë në mesha, pe unë të nishau, edhe i ka mbi 44 fitore, nëse nuk gaboj, ka vetëm 3 fitore. Triumbi edhe një. Triumbi ka edhe mbi soko. Kjo është statistikë kështu që dëm kryet, është jashtëzakonshme. Triumbi ka diçka 6-7 barazime edhe mbi 44 fitore, nëse nuk gaboj. Pavarësisht më gabu plus minus një. Pro, të dyja kanë provoj. Këto lojë vendosin detajat. Mos mendoni që kemi po lojë të unë mendoj. Spektakull, siç kemi po në grupe, kur ka qenë Spanja ose Franca. Unë mendoj që ka me qenë shumë e ekuilibruar sepse është tek ndeshje, edhe s'ki kohë mu rikuperu. 78.3% e ka përqindjen e fiturave, do me thonë 36 fitore, 7 barazime, triumbje. 36 fitore, triumbje ka. Triumbje është. Do me thonë statistikat, në generali statistikat janë më të mira të Spanja dhe pse të Franca nuk i di. Por, kjo ndeshje, detajet e vogla e vendosin. Trenerat e mëdha vendosin një ndeshje. Lejtarë që marrin përgjegjësi, lejtarë që kanë kvalitet, që nuk ikën prej detyrave, që do me thonë, me një fjallë, që marrin përgjegjësi në lojë që shfaqen ata që kanë qenë edhe ndeshjet e kaluara. Me një fjallë, ndeshje që unë për vete nuk kam po një gjysmë finale si kjo, do t'jetë e ekuilibrume, unë e mendoj që nuk do të ketë një ndeshje spektakël, po thëmë edhe njerë, sepse do të ketë shumë kalkulime. Por ta bje gullim në 10 minutave të para. Ose se kanë qora, më sëmë. Unë mendoj që Spanja ka me dominu, me posedim. E Franca ka me shënu. është problem me shënu Franca, më sa bet. Jo, kërë e ko tupin këndërshtare, problem me shënu. Do mi amor tupin. Edhe një, tash, e posh, do deklarata Jamal edhe të Williams, që mundon me friksu njoni tjetërin me deklarata. Jo kemi mujtë 2 herë, jo në roda jonë. Unë meni që Williams dhe Jamal do të me qenë ma të frikshëm në fush, që son deklarata. E para, e dyta, kur një ekip, në futbol është një farë regull, do t'i kastrati, jo i shkrum, po që e thojnë disa trener, e mund ndër ta ma kanë thonë, kur një ekip të mund 2 herë, po të mund 3 herë, veç e jam dorën e thu bravo se je me e mirë. Këtë rast Sponja ka mujtë 2 herë Francën. Që se e mund në herë, do të me pajtu që Sponja është ekipa që kur ta mund një kombëtare 3 herë, atëherë jam dorën e thu bravo të qo. Që se e mund në herë, është duk shumë e mirë në gjitha aspekti.